po e nis punën me misionin e qartë Superligën. Ismet Munishi ka nisur një aventurë të re si trajner në kryet e Lirisë. Munishi, ekskluzivisht për Kanal 10, foli për detyrën e re, ku nuk I fshehu ambicjet për Superligë. Shpresoj që në fund edhe stolisemi me objektivin I cili është gjithë e din, Superliga, na nuk I mshefim ambicjet. Ambicje kemi Superliga, edhe besoj që në fund do t'ja arrim qëllimet. Liria është një ndër skuadrat ma me tradit, një ndër skuadrat ma të mdoja në futbolin ton, pavarësisht se nuk është Superlig, por traditën e ka shumë të madhe, është klub jashtëzakonisht serioz. Edhe do me thonë, ne kemi arrit marrëveshjen shumë mënyrë të kollajshme. Trajneri mirënjohur kosovar potencon se nuk e ka fare problem presionin dhe se është I gatshëm për fazën më të rëndësishme të sezonit. Na jemi mësu me presionin, është mirë që ka presion, është mirë që standardet e tifozëve Lirisë, Arpazgjikëve dhe qytetit Prizrenit janë të nalta, sepse dhe duhet ke standardet nalta për një klub si Liria. Na do të përballemi me presionin mënyrën ma të mirë të mundshme, duke punu, duke u angazhu, duke lyp maksimumin në çdo ndeshje. Debutimin e kryet të Prizrenasve, trajneri Munishi do ta bëjë të njëjtën kundër Gjilanit në kupë. Ai insiston se synimi kryesor mbetet inkuadrimi në elitë. Nuk është me njerë më I me thonë, sepse unë jam shumë I open dhe transparent edhe në takim me klubin edhe me gjithë ju kom thonë që për neve duhet jetë objektiv. Nuk kemi na kapacitet që të luftojmë dy frontet ose eventualisht tentojmë ta... Unë kisha pas dëshirë, por na duhet me rreziku shumë. Në Gjilan do të përballemi me Gjilanin, unë nuk do t'i inkuadroj futbollistat kryesor. Për fund, Munishi dha një mesazh të fortë për Arpazgjik. Do të punojmë fort, do të luftojmë fort. Ta përfaqësojmë me krenari edhe me shumë dinjitet qytetin e Prizrenit, klubin e Lirisë. Ta bortim fanelën me krenari të klubit Lirisë, sepse është me të vërtet një klub jashtëzakonisht I madh, me shumë tradit në futbollin e Kosovës. Edhe nëse arrim t'i bëjmë këto gjëra, unë besoj që do të kemi edhe suksese. Liria është skuadra e 12 që Ismet Munishi e drejton në futbollin kosovar. Skuadra nga Prizreni renditet në pozitën e 6 në ligën e parë me 36 pikë të grumbulluara.